Allahu Gjelle Gjelalu është pronari gjithçka ka mes qiejve dhe tokës. Allahu te bareke ve teala është pronari yt, ai të krijoi atë ditë kur deshte ai, jo atë ditë kur zgjodhe ty. Ai Gjelle Gjelalu është pronari i vdekjes, ai va me shpirtrat krijesave të tij kur dëshiron ai, ju kur dëshirojnë ata. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë Gjelle wa ala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në ruku bim. E falenderojmë Allahun Gjelle wa ala për mirësitë e tij të dukshme, por e falenderojmë atë Gjelle wa ala për mirësinë e tij, për mirësitë e tij të padukshme. E falenderojmë Allahun Gjelle wa ala për mirësitë që i numrojmë, dhe falenderojmë atë për shumë për mirësive që nuk i numrojmë. Me të vërtet Zoti im dhe Zoti juaj është pronari falënderimeve në qiell dhe në tokë, la ilaha illallah. Nuk na nxori pe barqeve të nënave atë ditë kur na nxori, vetëm që ta njohim atë, ta falenderojmë atë, të jemi mirënjohës ndaj tij, t'i atribojmë mirësitë atij, t'i atribojmë dhuratat atij, dhe sherri dhe e keqja kur nuk i takon atij subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa ala qofshin të gjitha për pejgamberin e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lakni gjuhët e juaja vllazë me salat dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahit deri në ditën e mahsherit të madh, ya rabbel alamin. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ila Allahi turja'u al-umur." E Allahut është prona e qijeve dhe e tokës, dhe tek ai një ditë do të ktheheni. Pra Allahu Gjelle wa ala po na i bën me dije ju vëllezërit e mi, se qijet jenë prona atij Gjelle wa ala. Thot Allahu subhanahu was-samaa banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un. Dhe qiellin ne e ndërtuam me duart dhe me forcën tonë, dhe ne e zgjeruam atë, pra ne. Allahu Gjelle wa ala ju vëllezërit e mi është zotëruesi i tokës subhanahu wa taala, i cili thot wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dhe tokën ne e rafshuam, çfarë rafshues të mirë që jemi. Pra ne e rafshuam tokën, ne e bëm të përshtatshme jetën e të. Allahu Gjelle wa ala është pronari ju vëllezërit e mi i detrave. Allahu Gjelle wa ala është pronari i maleve. Allahu Gjelle Gjelalu është pronari gjithçka ka mes qiejve dhe tokës. Allahu te bareke ve teala është pronari yt, ai të krijoi atë ditë kur deshte ai, jo atë ditë kur zgjodhe ty. Ai Gjelle Gjelalu është pronari i vdekjes, ai va me shpirtrat krijesave të tij kur dëshiron ai, ju kur dëshirojnë ata. Ai është pronari i rrezikut edhe i furnizimit, ai ju jep krijesave të tij sa dëshiron ai, jo sa dëshirojnë ata. Allahu Gjelle wa ala është pronari i fëmijëve ton, ai na i dha ata kur ai deshte, jo kur ne deshim, sa për njerëzve duan, por ai nuk u jep, se ai është pronari Gjelle Gjelalu. Allahu subhanahu wa taala është pronari i shikimit ton, ai e jep atë, ai e merr atë. Allahu Gjelle wa ala thot, dhe ai e posedon dëgjimin edhe shikimin. Allahu Gjelle wa ala është pronari i shëndetit tënd, edhe i sëmundjes tënd, ai të jep shëndet kur dëshiron ai, dhe ai ta merr shëndetin kur dëshiron ai. Nuk ka shërues pos Allahut, nuk ka koordinues pos Allahut. O ju vëllezërit e mi, ne e pohojmë në çdo namaz pe namazeve tona duke thënë elhamdulillahi rabbil alamin, Zoti i botrave. E rabbel alamin do thot kujdestari, koordinuesi i qijeve dhe i tokës, organizatori i gjithçka në qiell dhe në tokë. Asgjë nuk del pe organizimit të tij, asgjë nuk del pe ligjit të tij, asgjë nuk del pe emrit të tij, asgjë nuk del pe fjalës së tij. Gjithçka në qiell dhe në tokë është e bërë me fjalën kun feyekun, bëhu, dhe ajo është bë. Pra e gjitha ju vëllezërit e mi është në grushtin e atij Gjelle wa ala, në pushtetin, autoritetin e tij absolut. Nuk del ju vëllezërit e mi asgjë nga pushteti dhe autoriteti i tij. E pas
pasi që çështja është e tiroj robër të Allahut, a mendon se ndonjëri prej nesh mund të del pe pushtetit të Allahut, të del pe autoritetit të tij absolut? O ju vëllezër, mi ku të shkojmë, ku të ikim, ku të mshefemi? Askund vallahi përpos tek Allahu xhallahu ala. Andaj Zoti i bukur te bareke ve teala në Kur'an thot: "Fafirru ila Allah", ikni për tek Allahu, ikni më mshefuni tek Allahu, strehohuni tek Allahu, gjeni mbështetje dhe prehje vetëm tek Allahu. Në ajetin tjetër Allahu xhallahu ala thot: Allahu xhallahu ala thot: "Kul men yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr", thua ju atyre, kush ju shpëton be juve nga errësirat e tokës dhe errësirat e qiellit? Thot Allahu xhallahu ala: "Qulillahu yunajjikum minha", thua ju atyre, vetëm Allahu dhe s'ka tjetër pos Allahu te bareke ve teala që më na shpëton. O jo robër të Allahut, në qoftë se dridhet aeroplani në qiellin e tokës, apo fillon që të merr majtas edhe djathtas anije në thellësinë e detit, kujt i lutemi përpos Allahut? Mos mendon ndonjëri prej nesh se edhe në këtë moment nuk kemi aq nevojë për Allahun sa kemi nevojë kur jemi në hapësirat e qijeve dhe në mesin e errësirave të detit. O ju vëllezërit e mi, pa shamadhërinë e Allahut, edhe ai që e don, edhe ai që e urren, edhe ai që e ndihmon dhe ai që e lufton fenë e Zotit xhallahu ala, të gjithë ne jemi në ngrushtin e Allahu xhallahu ala dhe nuk mund të dalim pe pushtetit të tij. Andaj vëllezërit e mi, e jeni në një natë pe netëve, në qetësinë e natës, kur i biri Abdullahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çohështë në errësirën e natës të falet për Allahun xhallahu ala, dhe duke që në namaz edhe janë një shinkëmbët në namaz, dhe i dridhesht e gjoksi prej të qajturit për frigës Allahu xhallahu ala dhe për frigës për këti pushtetarit të madh të bareke ve teala, vinte momenti fundi në lutjen e vitrit, thonte: "Allahumme inni a'udhu bika mink", o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej teje. O Allah, nuk ka kush që më mbron prej teje, o Allah, vetëm ty, o Allah. Kush mund të na shpëton prej Allahut, o ju vëllezërit e mi, pos Allahu xhallahu ala? Ke kush mund të mbështetemi ki dikush tjetër pos Allahut? Andaj Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin", dhe vetëm tek Allahu mbështetuni nëse jeni vërtet besimtar, se s'në gjeni be prehje tjetër, s'ka be shpatullat e forta dikush. O ju vëllezërit e mi, e gjithë toka dhe qijet jenë trashëgimi e Allahut, nuk mund të ikim prej atij subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte kush ishte, në lutjen e fundit në namazin e vitit thonte: "O Allah, s'në shpëtoj prej teje vetëm me ty. Andaj o Zotim, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde që u mundova gjatë gjithë kësaj dite nga hidhërimi yt. O Allah, kënaqu me aman, kënaqu me mua dhe mos u hidhëro. O Allah, kërkoj mbrojtje, faljen tënde nga dënimi yt. Aman o Allah, mbështetëm ke falja yt, aman mos më dëno o Zoti im, se me dasht Allahu xhelle xhelalu ti shkatron qijet edhe tokën. Kujt mendoni se ti jep gjevap, o ju vllazën? Të lutem o vallahu i mu përgjigju zemrës tënde. Kuj duhet t'i jep gjevap Allahu dhe t'i thot: "Pse shkatrove qiellin e tokën?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha law 'adhaba ahla as-samawati wal ardi la'adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum." Në qoftë se Allahu i shkatron shtaqijet edhe tokën, i kishte shkatruar dhe askujt nuk i bën zullum. Sekretjen krijesat e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. E falenderoj Allahun azza wa jall. Salavat dhe selamet të gjitha qofshin për zotriun tim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezërit e mi, po ju thot vëllahu juj se kushtimisht vetëm një gjë është duke na mbrojt prej Allahut. Ajo është afatizimi. Allahu xhelle xhelalu thot: "Ila ajalin musamma", unë ju kam lënë njerëzit një afat të caktuar. Po të mos e kisha caktuar atë afat, do t'i kisha shkatruar në momentin kur më bëjnë mëkat. Andaj o vëllahu im, unë edhe ty jemi shumë me fat, që e kemi afatizimin ende. Andaj afatizimi do të përfundon, do të vjen ajo e kaskadimin e vet, para se të skadon afati. Të shfrytëzojmë këto momente, ju vëllezërit e mi,
që të arim kënaqësinë të madhit Allah te bareke ve teala, se pa shamadhërinë e Zotit kur të përfundon ajo s'ka kush që të na ndihmon prej këtij Zotit të madh te bareke ve teala. O ju vëllezër e mi, çka dëshiron vëllau me këtë mesazh të jep? Kemi afat, o ju vëllezër e mi, ndoshta edhe këtë verë që ta bëjmë njërin prej dasmave të djemve ton me halal, o ju vëllezër e mi. Ta mundsoj Allahu dhe të dha afat dhe ka vallahi prej prindërve që s'e arritën ata afat që ta martojnë djalin. Allahu të ka dhënë afat që këtë verë inshallah do ta martosh djalin tënd. Ki frikë Allahut, mos e vendos be në tavolinë, be alkoolin, be aman, bo ju vëllezër e mi. Alkooli, ju vëllezër e mi, në këto troje ka hi dikun në vitet e 40, 1940 apo pak më shumë, nëpërmjet gjermanëve, italianëve dhe serbëve, ju vëllezër e mi. Kur nuk ka qenë vallahi traditë e popullit shqiptar, dhe asesi mos tan Zoti edhe traditë muslimanëve që në tryezat e tyre të kenë alkoolin. O ju vëllezër e mi, mos se shkelni afatin e Allahut, se afati Allahu xhallahu ala përfundon. O ju vëllezër e mi, sunetimi o suneti Rasulullahit, pse kush na i mësoi neve sunetimin? Aman me sunetimin, sunetin e Rasulullahit, shkojmë dhe ta bëjmë niyet si mjet që ta bëjmë dasma me alkool, me haram, na'udhu billahi al-azim. Ta mundson Allahu inshallah ta nxjerrë vajzën për nuse, atje tek buri sa inshallah qofte lumtur me fëmijë dhe pasardhës të hajrit. Po mos e nisbe qelizën kryesore të shoqërisë që është djali dhe vajza me haram dhe mëkate, se Zoti yt ka afat, por afati Zotit të një ditë do të përfundon. O ju robër të Allahut, të lusë Allah në falë dhe në mëshiron, ja Rabbel Alemin. O ju lezejt e mi, vallahi billahi tallahi, vallahu ju i nuk dëshiron për këtyre khutbe, vetëm që t'ju njeh ju dhe ta njeh veten e ti me Allahun dhe madhërinë e ti, me Allahun dhe bujarinë e ti, me Allahun dhe faljen e ti, por edhe me Allahun dhe me dënimin e ti, se në një ditë do të vendosim mes një mizani. Ai mizan o do të rëndon, apo do të lehtësohet? Ku ishte ai hoxha i cili veç po na i bonte rrafsh jetën e kësaj dunjaje? Dëshirojmë që së bashku ta rëndojmë peshojën e veprave në ditën e mahsherit të madh, ja Rabbel Alemin. Lusë Allahun të më falen dhe t'ju falen, të më mëshiron dhe t'ju mëshiron. E lusë Allahun xhallahu ala që të më gëzon dhe t'ju gëzon. E lusë Allahun xhallahu ala të largon çdo brengë prej meje dhe prej jush, ja Rabbel Alemin. E bëj të afërmve dhe dashamirëve ton, ja Rabbel Alemin. E lusë Allahun xhallahu ala që të na mundson ju vëllezërit e mi të ikim, por ikja është dy llojsh. Ka njerëz që ikin pi Allahut, ikin pi Zotit, dhe ka njerëz që ikin tek Allahu. Bëhu prej atyre o vëllahuin që të ikish tek Allahu, jo të ikish prej Allahut subhanahu wa taala, se s'ka vallahi në këtë dunja njerëzit janë dy lloj. O njerëz që ikin tek Allahu, ose njerëz që ikin prej Allahut subhanahu wa taala. Pra sikur nuk e duan Allahun, sikur nuk ndjejnë rehati dhe qetësi me Allahun xhallahu ala. Andaj ikni tek Allahu, shkoni tek Zoti juaj, pra mbështeteni vetëm tek ai. Mundojeni ju vëllezërit e mi çdo herë të interesoni, ndalu. Daja migja? Jo, Zoti njerë. Baba nana? Jo, Zoti. Aha, në qoftë se Zoti pas ka thënë lejot e boj, që sa i thot nuk lejot, nuk e boj. Haram është. E vëllezërit e mi, halal është i qartë, haram është i qartë. Base halal i ka bereqet, o vëllezër. Na kanë treguar gjishërit ton, halal i ka bereqet. Wallahi të t'jep Allahu fëmijë të qetë, të rahatshëm, të edukum, pejkaj se e rujtë për haramit. Kurse harami një natë, ju vëllezërit e mi, do të shkon për 20 vite me radh, nuk do t'ja shesh hajrin atij harami. Një natë, ju vëllezërit e mi. Edhe pse dikush i thotë, po një natë më roç. Po, një natë, po pse ti bësh mëkat Allahut një natë? Nuk lejohet, netët jenë të Allahut, ditët jenë të Allahut, dhe të gjitha duhet të jenë për Allahun e madh subhanahu wa taala. O Allah, të lutemi ja dhe xhelali ri kanë falna dhe mëshirona ja Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Ne jep të mirat e dunjas e të mirat e ahiret, na ruaj pe zjarrit të xhenemit.